Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimi takon Allahut, paqja e lavdërimi i tij qoftë me vullën pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Siç e dini, ka prej njerëzve që kanë besime të ndryshme, mirë po nga çudirat e sotme bashkëkohore është besimi te horoskopi apo ke shenjat zodiake, me pretendimin se yjet ndikojnë direkt në problemet, hallet dhe shqetësimet tona apo në fatin ton, ose na sjellin fat ose sjellin ndryshime në jetën tonë të përditshme e kështu me radhë. Fatikisht kjo në fenë islame është e mohuar, sepse yjet janë krijesa që kanë një funksion të caktuar dhe nuk ka ndonjë argument nga Kurani, pse jo themi edhe nga shkenca, që ato ndikojnë në fatin ton, na sjellin fat, na sjellin dëm apo dobi apo të ngjashme si këto. Pakërisht, sot do të flasim shkurtimisht se kush beson në Allahun është besimtar tek Zoti dhe kush beson tek yjet dhe planetet, duke menduar se ato ndryshojnë fatin e tyre, është mohues i Zotit. Allahu thotë në Kur'anin Kerim: "Huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanthuru rahmah." Wa yanthuru rahmatah. Pra, ai është i cili e zbret shiun pasi ata e humbën shpresën dhe toka u tha bimësia dhe tha wa yanshuru rahmatahu, dhe më kshu më pas çfarë yanthuru rahmatu e përhap rahmetin e tij, pra subhanahu wa ta'ala. Në hadithin e Zeid ibn Khalid al-Juhani thot أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء. Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u fal me ne namazin e sabahut në Hudejbije dhe ndërkohë binte shi. Kanat min al-laylati falamma insarafa, ishte natën, falamma insaraha aqbala ala an-nasi, pastaj kur largua pak u kthye nga njerëzit dhe tha: "Hal tadruna madha qala rabbukum?" A e dini se çka thën Zoti juaj? Qalu Allahu wa rasulu ala. Than Zoti dhe i dërguari i tij e di më së miri. Thot pejgamberi sa sem qal asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Nga robët mi, nga njerëzit e mi, nga robët e mi, do të gdhin njerëz besimtar dhe jo besimtar. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, dhe kush thot se na zbriti shiu me rahmetin e Zotit dhe mirësia e tij, dhalika fa dhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Ky është besimtar tek unë, pra është besimtar tek Allahu azza wa jalla, i beson Zotit dhe mohues i yjeve. Wa amma man qala banu kadha wa kadha, narash ju për shkak të filan ylli apo filan ylli, fa dhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, dhe ky është mohues, pra më mohon mua dhe beson yjet. Pra vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, duhet kuptoni që shenjat zodiake janë shumë qesharake për të vendosur fatin ton. Ne çdo ditë marrim vendime të reja. Ham, pim, punojmë, qetësojmë, mësojmë, udhëtojmë, bëjmë atë që dëshirojmë. Mund të refuzojmë gjëra të ndryshme. Mos do thotë kjo që vallë të qenit një shenjë të caktuar, apo një lëvizje një ylli të caktuar ndikon në jetën dhe fatin ton. Jo, kjo është e pavërtetë. Madje unë ju garantoj që është një nga gënjeshtrat më të mëdha ata që sot komentojnë shenjat zodiake. Një pjesë e tyre, ju a them me plot gojen, janë njerëz që studiojnë yjet nëpërmjet xhinëve dhe shejtanëve, magjistarëve, dhe thon disa të vërteta me shumë gënjeshtra nga mbrapa. Një pjesë tjetër e tyre e ka si tip hobi dhe sport, përpiqet të përfshijë në atë çka thot gjërat që u ndodhin shumicës njerëzve, do kenë një udhtim, mund të vi fatin shumë shpejt, kush është kjo shenjë, do ndodhi kjo, do ndodhi ajo, e kështu me radhë. Pra, mos harroni që juve e ndërtoni fatin tuaj duke mbështetur Zotin subhanahu wa taala në bazë të vendimeve dhe rrugës që zgjidhni, dhe jo duke na lënë të tjerët na vendosin fatin ton. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.